Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për bordin e paqes që mblidhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ndërkohë sot kishim një lajm nga Politico që theksonte se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë presion NATO-s për të zvogëluar misionet në disa vende paqëruajtëse. Mes tyre edhe Kosova, por çfarë do ndodh atje, për më shumë do të flasim me ekspertin e sigurisë, zotin Vedri Elezi. Zoti Elezi, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit ju. Ne presim lajme të mira nga Shtetet e Bashkuara, nga bordi i paqes, por ndërkohë që mundet kemi një shkurtim të numrave në Ballkan të Këforit, në Kosovë. Në fakt kemi shpjetuar disa informacione të cilat nuk kanë burime të qarta të këtyre informacioneve. Në fakt me gjithë komunikimet që unë kam, aktualisht ku jemi në Emiratet e Bashkuara Arabe, jemi sigurisht me miq cilët janë afër shtëpisë bardh dhe që në fakt mund të jenë personat më të informuar eventualisht në lidhje me zhvillimet që po ndodhin atje. Nuk ka asnjë angazhim që lidhet me, mund të themi, riorganizimin e forcave të NATO-s në vende të ndryshme, posaçërisht në Kosovë, e në fakt po, NATO planifikon riorganizimin e saj, por nuk ka të bëjë kjo me uljen e kapaciteteve, por ka me një riorganizim në disa vende të caktuara, në të cilat për shembull NATO ka pasur një, mund të themi, një numër të theksuar forcave të saj, e që ndoshta mund t'i konsiderojmë që nuk kanë pasur ndonjë aktivitet të shtuar. Mund të përmenden për shembull angazhimet e NATO-s që kanë pasur në disa shtete të NATO-s, siç është Bullgaria për shembull, që ka baza të NATO-s atje, apo Greqia, apo vende të cilat pritet që bazat atje të rivendosen apo mund të themi të shkurtohen numri i të angazhuar në ato baza. Pra, për momentin nuk është se ka ndonjë gjë zyrtare, por edhe nëse do kishte këtu bëhet fjalë diskutimesh për trupat e Këforit, jo për bazën për Bonstillin. Po, në fakt edhe nëse do të ketë ndryshime, do të ketë bëhet fjala për numrin e pjesëtarëve të Këforit në disa kontingjente, në disa batalione, por në asnjë mënyrë nuk bëhet fjalë për ndryshimet që mund të bëhen me bazën amerikane Bonstill, e cila në fakt do të ketë një ndryshim siç e ka përmendur në kaluar, do të kalojë nga baza e NATO-s, do të shndrohet në bazë amerikane. E njëjta bazë një kohë gjatë pratin që nga institucionet e Republikës Kosovës të ketë veprime juridike për të kërkuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës ngritjen e një baze të tillë, e më pas do të fillojë që të ndërtohet kjo bazë, që të kalojë nga baza brigadës shumëkombëshe lindje NATO në Kosovë në bazën amerikane, e cila do të jetë një ndër bazat më të mëdha të SHBA-ve në Evropë. Zoti Elezi, por në një situatë hipotetike, a mund kemi një plan B kush mund ta zëvendësojë Shtetet e Bashkuara, pra si fuqi kryesore në Kosovë? Nuk e besoj, nuk kam dëgjuar për ndonjë plan B, e di se njerëzit disa herë flasin për organizime të tilla në bazë të fuqive të shteteve anëtare të NATO-s, është përmend për shembull Turqia, por gjithmonë këto janë deklarata beso për çështje të caktuar politike apo nga individ që mundohen të bëjnë PR-in e vendeve të caktuara apo individëve të caktuar. Nuk ka ndonjë plan, NATO funksionon në kuadër të veprimeve të saj juridike dhe taktike që nuk janë afat shkurte. Ju e dini që SHBA-ja së fundi Kosovën e ka përfshirë në kuadër strategjisë sigurisë saj, çka do të thotë se nuk ka as edhe një vend apo ndonjë mundësi që diskutohet ndryshimi i organizimit të NATO-s përkatësisht Këforit brenda territorit të Republikës Kosovës apo në Ballkan. Kapacitetet në vitet e fundit kemi parë rritje, jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara, por edhe nga Turqia, që e përmendet pak më lart. Megjithatë është larg për të thënë që mund mbrohet vetëm. Sigurisht që Kosova akoma nuk mund të konsiderohet që të jetë të organizon vetë mbrojtjen e saj, duke u nisur nga fakti se ne nuk kemi ushtri dhe jemi akoma në forcë. Forca e Sigurisë Kosovës akoma është një forcë që po trajnon, po përgatit kapacitetet e saj për të përballur edhe me sfida serioze dhe njëkohësisht po furnizohet me armatime. Ne nuk kemi struktura të aviacionit, nuk kemi avion, nuk kemi raketa me rrezet gjatë veprimi,
thjesht së fundi kemi pajisur me raketa Javelin, të cilat janë shumë të rëndësishme për rrezikun që mund vi nga kombësoria posaçërisht nga tankset, e që në fakt kemi pak sa tankse ka Serbia, neve kemi raketa Javelin, kemi dronët Bayraktar që janë siguruar së fundi nga Kosova dhe pajisje të tjera që binë në nivelin e organizimit mbrojtjes dhe në asnjë mënyrë nuk prekin ato aviacionit për siç thash edhe më parë dronat. Prandaj mund të them që Kosova nuk është e gatshme, mbetet e mbrojtur nga rezoluta 1244 që zbatohet përmes NATO-s në Kosovë, është duke u konkretizuar përmes KFOR-it, i cili sipas rezolutës ka edhe mandatin e sovranitetit, ruajtjen e sovranitetit të Republikës Kosovës. Prandaj mund të themi që Kosova akoma mbetet në këtë kushte. Urojmë që qeveria ardhshme të ketë parasysh vazhdimin e zbatimit mund të themi planit 10 vjeçar 2018-2028, ku në vitet e fundit derisa Kosova të kalojë në shtet, të ketë mundësi që të ketë edhe fluturakët e saj avion të ndryshëm që garantojnë një farforme në nivel më të lartë sigurinë e Republikës Kosovës. Zoti Rezi, siguria në Ballkan është e diktuar nga ajo që ndodh në Beograd. Çfarë ndodh në një situatë që Vučići mund të jetë në opozitë, apo nuk ka shanse që një gjë e tillë të ndodh prapë, se po e projekton veten si kryeministër, pra o gjithçka o asgjë? Në fakt kemi pas zhvillime të ndryshme në Serbi, duke nga protestat të cilat ishin mjaft të organizuar, që kërkuan që të ndryshohet qeverisja atje, të largohet nga pushteti Vučić. Deri më tani nuk është arritur kjo, nuk kemi parë që Vučić është lënduar deri në atë mos sa që të hap krahun dhe të lejojë mundësinë që zhvillimet e opozitës apo mund të themi subjekte të tjera të udhëheqin apo persona të tjerë të udhëheqin me Serbinë, mbetet kështu e tillë derisa Vučić dhe personat që kanë mendësi të njëjtë janë në pushtet në Serbi. Ne jemi të ekspozuar para Ministrisë të Sigurisë, jo vetëm Kosova, por gjithë Ballkani, e posaçërisht të Bosnjës dhe Kosovës, të cilët në vazhdimsi janë targetuara nga Beogradi zyrtari, i cili ka qëllime territoriale në vendeve tona. Në këtë aspekt kujtoj që mbetemi akoma të ekspozuar dhe ndoshta duhet të trajtuar në këtë aspekt edhe ky ekspozim në mënyrë që të merren mosat konkrete. Por ju e dini që ka veprime, ka aleanca, është për shembull së fundi iniciativa për një aleancë mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, e cila mund të themi do të rritet duke u bashkangjitur edhe vende të tjera si Bullgaria, Maqedonia, ndoshta në një kohë të përshtatshme dhe Malizi, po për shkak dikimit politik që ka Serbia atje, nuk mundohet këtë kohë. Thjesht këto zhvillime janë në kodër të, mund të themi në kodër të motjeve që vijnë në vazhdimsi nga zonat të ndryshme brenda territorit të Republikës Kosovës apo edhe jashtë saj. Zoti Lezi sot në bordin e paqes nga Ballkani është Shqipëria dhe Kosova. Asnjë nga vendet e tjera, po çfarë mund përfitojmë ne, çfarë duhet kërkojmë në këtë moment? Është shumë e rëndësishme që ne ju kemi përgjigjur ftesës së Shtetit Bashkuar të Amerikës për të qenë në një organizim i cili ka një qëllim vetëm, ndërprerjen e luftës dhe kalimin nga lufta në dialog dhe në paqe. Të jesh pjesë, të jesh shtet ku mund të votosh, të ngresh dorën për një çështje që ka të bëjë me, mund të themi, me shpëtimin e jetrave të tjera në luftën që zhvillohet atje. Sipas mediave izraelite, Shqipëria dhe Kosova mund të ishin pjesë e forcës së sigurisë në Gaza. Ka shanse që kjo ndodh me trupa? Në fakt nuk ka një informacion të besueshëm, apo mund të themi të informacionit cili ka burime të mirëfillta që Kosova dhe Shqipëria mund të jenë pjesë e organizimeve që lidhen me çështjet që kanë të bëjnë me programin e sigurisë për Palestinën dhe për Gazën, po që në fakt besohet dhe mendohet se Kosova dhe Shqipëria mund të jenë pjesë e diskutimeve në tarm dhe mund të jenë pjesë e bordit, duke parë edhe planet operative konkrete që lidhen me çështjet drejt për drejta të organizimit të strukturave të sigurisë atje. Edhe diçka të fundit ka me që jeni në Emirate, po vjen era barut aty apo si është situata? Në fakt deri datë 22 nuk pritet që të ndodhë ndonjë gjë, deri datë 22 ne e dim që është deadline për diskutimet rreth programeve bërthamore të Iranit. Shpresojmë dhe urojmë që Iranit të bindet kërkesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe së shpejti të merret një veprim i cili ka të bëjë me një marrëveshje politike. Nuk mund ta themi sigurt
se kjo do të ndodhë apo jo, por mund të themi se ka sinjale që ndoshta Irani së fundi në momentet e funda do të pranoj marrëveshje në të kundërtën pas datës 22, dikon mes datës 25 mund të kemi edhe zhvillime të cilat lidhen me sulmet amerikane në Iran. Zoti Ledi, faleminderit shumë për këtë bisedë nga Emiratet. Të uroj më të mirat.